Përshëndetje, unë jam Mesut Shabani, jeni në podcastin Mesut Shabani. Nuk ju thoj që të më bëni subscribe, por të më dëgjoni. Sot Mickovski si duket e kaloi vijën e kuqe sa i përket përzierjes në politikbërjen shqiptare në Maqedoni. Mickovski pret që vlen të distancohet nga protesta e Ali Ahmetit në 13 dhjetor të këtij viti, që do të bëhet në Shkup, në platon e Sheshit Skënderbej, lidhur me lirimin e të burgosurve të ishkrerëve të UÇK-s në Hag. Ndërsa Mickovski refuzon marshin për UÇK. Deklaratat e Mickovskit. Protesta e Ahmetit është lëvizje e gabuar, besoj se asgjë nuk do ta mbështesë. BDI do ta ketë vështirë për koalicioni. Mickovski refuzon marshin për UÇK-n. Pra, përdorimi politik i komunave shqiptare si po rrezikohet demokracia e koalicion. Veprimet e kryeministit Kristian Mickovski, i cili publikisht lavdëroi komunën e Shahirit dhe kritikoi Strugën për mënyrën e organizimit të festave të 28 nëntorit, kanë hapur një debat serios mbi mënyrën se si funksionon demokracia brenda koalicionit qeverisë. Ju që jeni më të ri, besoj keni dëgjuar për këto më të vjetrit, besoj se e mban mend. Unë kam qenë prezent në ndërhit e vitit 1997, isha korrespondent i RTK-s dhe RTS-s, si dhe udhëheqja radiovisare. Çfarë ndodhi në Tetov lidhur me heqjen e flamurit kombëtar shqiptar dhe në Gostivar. Ashtu kohë Branko Zërkovski përzihej në politikbërjen e shqiptarëve. Dhe arsyetimi i tij ishte: nuk është me kushtetutë e rregulluar valvitja e flamëve shqiptar në territorin e Republikës së Maqedonisë për festa shtetërore të shtetit të huaj. Dhe po na kthehet kjo histori prapë. Në një koalicion të shëndetshëm demokratik, secili partner ka të drejtë të veprojë brenda kompetencave të veta, pa ndërhyrje apo presion nga partneri dominues. Kur kryeministi vendos të shpërblejë një komunë dhe të qortojë publikisht një tjetër, kjo nuk është thjesht një vlerësim i sukseseve dhe dështime, por një instrument politik për të kontrolluar partnerët më të dobët. Pra, kemi drejt për drejt përzierje Mickovskit në bllokun politik shqiptar, atyre që janë në qeveri. Mickovski po ndërhyn tek partnerët shqiptar në mënyrë selektive. Çajri i lidhur me strukturën e Izzet Mexhitit lavdërohet publikisht. Edhe ashtu, gjitha të dhënat tregojnë se Izzet Mexhitin dhe grupin e zjarrit asë kohë e mbështeste Mickovski. Struga që mban distancë të pavarur qortohet ashpër. Unë këtu jam me një dilemë mjaft të madhe. Nga një punë tjetër gazetareske e njoh qyrën, nuk më ka lënë ndonjë përshtypje se ishte ndonjë menaxher. Nuk hyn në aftësitë e tij politike dhe menaxheriale të ndërtimit. Flas për gazetari. Dhe këtu dishoj në sinqeritetin e Mickovskit, mbase mund të kishte gabuar diçka qyra. Ky mekanizëm krijon një presion politik mbi partnerët shqiptarë dhe dobëson barazinë brenda koalicionit, duke favorizuar një grup mbi tjetrin. Nga pikpamja demokratike, ky është një precedent i rrezikshëm. Vendimet dhe vlerësimet publike nuk duhet të përdoren për të manipuluar aleatët politik. Pra, a mund të ketë kufizime veprimi i Mickovskit? Është e rëndësishme të theksohet se Mickovski nuk mund të ndërhyjë tek bloku i partive maqedonas të jashtëmëros. Tek partnerët shqiptar ai përdor instrumente publike që nuk do të funksiononin të partitë e veta dhe kjo krijon një qasje selektive dhe jo demokratike. Cilat mund të jenë pasojat për koalicionin dhe komunitetin shqiptar? Ky presion ka dy implikime kryesorë. Përçarje brenda komunitetit shqiptar, komunët dhe liderët ndjehen të detyruar të përshtaten me narrativën e kryeministit për të fituar mbështetje në vend që të veprojnë sipas interesave lokale. Dobësimi i kredibilitetit demokratik të qeverisë, publiku shikon se vendimet nuk bëhen në mënyrë të barabartë, por sipas favorizimit dhe qortimit publik, që nuk përputhet me standardet demokratike. Veprimet e Mickovskit pra tregojnë një përzierje të paqëndrueshme të pushtetit. Ai përdor lavdrime dhe kritika publike për të kontrolluar partnerët më të dobët shqiptar në qeveri, kuptohet. Ndërkohë që nuk ka mundësi të ngjashme tek partnerët maqedonas jashtëmëros. Pra, ky model rrezikon ndarjet brenda komunitetit shqiptar dhe dobëson bazën demokratike të koalicionit qeverisës, duke kthyer bashkëpunimin politik në lojë fuqie dhe presioni, jo në marrëveshje të barabarta dhe demokratike. Pra, sot e teproi Mickovski në një brifing me gazetarët. Reagoi ndaj protestës së paralajmëruar nga lideri i BDI-s Ali Ahmeti, e cila pritet të mbahet në 13 dhjetor në Shkup, si mbështetje të ish pjesëtarët të UÇK-s nga Kosova që po gjikohen në Hag.
Sipas Mickovskit, iniciativa e Ahmetit nuk është e qelluar dhe bart pasoja politike për të ardhmen. Mickovski deklaroi se sheh protestën si tentativë të BD-s për mobilizim të brendshëm partijak para kongresit të radhës, duke shtuar se kjo lëvizje do t'i vështirësojë potencialisht marrëdhëniet e partisë me partnerët e arshëm të koalicionit. Unë, si gazetar me shumë përvojë vite, ju them se e njëjta gjë është edhe për Mickovskin, i cili me 6 dhjetor po mba kongresin. Pra, është një deklaratë dashurie ndaj antarëve të VMRO, DPN-s dhe deputetëve të cilët e di se do ta votojnë sepse nuk ka kundër kandidat Mickovski. Me këtë protestë po mundohet të mobilizohen para kongresit të partisë. Me këtë ata vetëm po e vërtetojnë se do të kenë shumë të vështirë që në të ardhmen të gjejnë partner të koalicionit, pra BDI-ja. Unë nuk e mbështes këtë ide dhe as nuk pajtohem me këtë marsh, ka thënë Mickovski sot. A gjithashtu shpreh bindjen se edhe koalicioni shqiptar Vlen nuk do ta mbështesë protestën, duke sinjalizuar se qëndrimet brenda shumicës së qeverisë janë të qarta ndaj kësaj iniciative. Unë do kisha thënë edhe diçka tjetër. Nëse LVV është kundër lirimit të lëshimit të ish antarëve të UÇK-s nga Kosova në gjykatën e Hagës, atëherë Vleni ka të drejtë të mos e përkrahasë, sepse Vleni është një prodhim i tyre, LVV-s. Protesta 13 dhjetorit e paralajmëruar nga Ali Ahmeti është menduar të jetë një marshim në mbështetje të ish komandantëve dhe pjesëtarëve të ish UÇK-s që përballen me proceset gjithësore në dhomat e specializuara në Hagë. Organizimi i saj ka ngjallur reagime të ndryshme në skenën politike, sidomos brenda qeverisë aktuale. Atëherë, dalim në një terren tjetër. Si po i përdor Mickovski komunat shqiptare për të forcuar kontrollin politik? Lavdrimi i Mickovskit për Çahirin dhe kritikat ndaj Strugës është presion politik apo është një sinjalizim për koalicionin? Pra, deklaratat e fundit që komunën e Çahirit po e lavdron për vendosjen e flamurit shtetëror Mickovski bashkë me atë shqiptar profesat e 28 nëntorit, ndërsa kritikon ashpër kryetarin e Strugës me diqyren ka hapur debat të ri brenda skenës politike shqiptare. Mirë po, çuditërisht nuk i përmend Tetovën. Pse? Njëtë gjë ndodhi edhe në Tetov, përveç atyre 2-3 flamurëve që kishte vënë në qendër të qytetit kryetari i Tetovës Bilal Kasami, ku ishin përfshi flamuri i qytetit të Tetovës, flamuri shtetëror dhe flamuri nacional shqiptar. Mickovski për Çahirin dha vetëm mesazhe pozitive, ndërsa për Strugën tha se përshtypja e parë ishte katastrofë, duke bërë të ditur se i ka dërguar edhe një SMS kryetari Qyra për t'i shfaqur pakënaqësinë. Atëherë, çfarë dallime dhe qëllime ka ky diferencim publik? Qasja e Mickovskit nuk është spontane. Ajo funksionon si një taktikë e pastër politike në disa drejtime. Pra, ndarja e partnerëve shqiptar në të bindur, që ndështë në Nashi, dhe të pa bindur në Vashi, Çahiri zonë kyçe për Vlen dhe rjetin politik të Izzet Mexhitit paraqitet si shembull pozitiv, ndërsa Struga që ka ruajtur qëndrime më të forta kombëtare vendoset nën presion publik. Ky është një mesazh i qartë. Shikoni Çahirin, kështu duhet të silleni. Unë prap rrini qëndrimin në më lartë që përmenda Qyra ka bërë gabime, nuk e ka ditur, apo i ka dalë situata jashtë kontrollit. Qyra është njëri i dëgjueshëm. Forsimi i kontrollit të narrativës në shumicën qeverisë. Mickovski si lideri i qeverisë po përpiqet të tregojë për opinionin me qenë se ka partner shqiptar që respektojnë vijën shtetërore dhe institucionale. Lavdrimi për Çahirin i shërben pikërisht këtij imazhi. Ndërsa mesazhi drejt për drejt për strukturat e Vlenit është se me që Çahiri kontrollohet politikisht nga rrethi i Mexhitit, lavdrimi i kryeministit interpretohet si sinjal bashkëpunimi. Në anën tjetër, kritika ndaj Strugës është një paralajmërim për mënyrën se si qeveria pret të sillen kryetarët shqiptar. Atëherë, ku qëndron Izzet Mexhiti në këtë situatë? Emri i Mexhitit nuk përmend nga Mickovski, por Çahiri është një nga pasionet e tij politike, ku është edhe kryetar komune. Për këtë arsye, lavdrimi për komunën perceptohet automatikisht si lehtësim për qasjen e tij. A përfiton Izzet Mexhiti nga ky raport i sotëm i Mickovski? Po, në aspektin e stabilitetit qevetar dhe pozitave vendimmarrëse. Apo krijon një imazh problematik për Izzet Mexhitin? Mund të thuhet se po. Një pjesë e opinionit shqiptare sheh afrimin e Mickovskit si të kalim të vijave të kuqe politike tradicionale dhe si humbje të peshës kritike ndaj VMRO-s. Atëherë, shtohet një çështje tjetër. Çfarë rrezikon dhe çfarë fiton Vlen? Fiton qasje më të lehtë te kryeministri, kapacitete për investime dhe projekte lokale, votbestim institucional nga partneri më i fuqishëm i qeverisë. Ndërsa çfarë rrezikon Vlen? Perceptimin se disa komune po i shkojnë shumë pas politikës së Mickovskit, humbjen e bazës emocionale në zonat ku çështjet identitare kanë peshë të madhe dhe tensionimet të brendshme mes komunave shqiptare. Pra, pastër, ky është një presion i qartë politik. Lavdrimi për Çahirin dhe kritika për Strugën nuk janë rastësi dhe nuk lidhen vetëm me flamurin. Bëhet fjalë për një formë presioni të qartë dhe kalkuluar nga Mickovski
për të krijuar dallime mes partnerëve shqiptar dhe për të projektuar veten si faktor dominues në qeveri. Se përket Mexhitit, ai aktualisht ndodhet në një pozitë ku çdo afrimitet me Mickovsin shihet njëkohësisht si pragmatizëm dhe si rrezik politik, varet kush e sheh nga cili kënd vështrim. Si mund të ndikojë kjo lojë politike në raportet shqiptare maqedone në qeveri? Deklaratat e Mickovsit nuk janë thjesht koment i rëndësishëm për një festim lokal. Ato tregojnë qartë se qeveria aktuale ka ndërtuar një model të ri të bashkëpunimit me partnerët shqiptar. Ai që harmonizohet me narrativën shtetërore vlerësohet, ai që del nga vija kritikohet dhe izolohet. Ky model rrezikon të thellojë përçarjet mes komunave shqiptare, të prodhojë tensione mes liderëve të Vlenit, të krijojë varësi të tepër politike nga vullneti i Mickovsit, të centralizojë fuqinë rreth një grupi të ngushtë brenda partnerit shqiptar të koalicionit. Në terma praktik, kjo do thotë se qeveria funksionon sipas një formule ku partneri shqiptar që përshtatet promovohet, ndërsa ai që ruan distancë goditet publikisht. Çfarë sinjale i dërgon Mickovsi për zgjedhjet e ardhshme parlamentare? Pra është i difisht për votuesit maqedonar. Shihni, unë jam ai që vendos rregullat dhe partnerët shqiptar po i respektojnë. Për votuesit shqiptar, realisht kush nuk përshtatet me qeverinë mbetet jashtëligjshëm. Ky pozicionimi i jep Mickovsit kapital politik në bllokun maqedonaz, ndërsa i vën në provë liderët shqiptar që duhet të balancojnë midis bashkëqeverisjes dhe ruajtjes së kredibilitetit tek shqiptarët. Pra, Izet Mexhiti ndodhet në qendër të kësaj dinamike, edhe pse personalisht nuk përmend. Lavdrimi për Shahirin i drejtohet indirekt strukturës së tij politike. Kjo situatë detron atë të lëviz në konfliktin midis roleve, si partner stabil i qeverisë që garanton funksionimin institucional, si përfaqësues i interesave shqiptare që duhet të ruajë një distancë minimale nga çdo pozicion i vëmëror dhe punës që prek çështjet identitare. Nëse tepron me bashkëpunim rrezikon etiketimet e humbje mbështetje, nëse e tepron me kundërshtim rrezikon influencë brenda qeverisë, pra një lojë me shumë risk politik. Pra, deklaratat e Mickovsit nuk ishin për flamur, janë për pushtetin, janë për kontrollin e narrativës dhe për pozicionimin e partnerit shqiptar në një kornizë të re qeveritare. Unë jam Mesut Shabani, ishit në podcastin Mesut Shabani. Nuk ju kërkoj të bëni subscribe.